vjen tek arena e brendshme. Mirëmbrëma Fermel. Mirëmbrëma Frederik që më bën atë dorën kështu me përshëndet më të mëdha. Mirëmbrëma Ylli që je veshur njësoj me mua në ngjyrë të xhaketës. Pyti si është vesh Luana Frederik, i thash ngjyrë vjoll e lehtë. Po ku e di e ti? Po dia më the. Ka pas pijama. E Dia. Zonja Zotëri, nuk kam komunikuar me asnjë prej tyre se këta të bëjnë të besojmë gënjeshtrën e tyre, domethënë nga e dije Frederika apo ta i monitori që vlen për produksionin. Po e dia unë. Shkoni shihni aty. Ko. E pas ka lidh me gjë tjetër. Ecco. Tani e kuptove. Adesso hai capito. Sì. Hai capito intenzione che sempre sensazione. E pash me vënez dorën tënde. E pash me vënez dorën tënde. Shoqë ngjyrë vjollës është veshur edhe Limi. Paka shumë. Apo kumbull, se s'mbëjnë as syt mirë sot. Çfarë ngjyrë është ajo Limi? O Limi. Jena të ngjyrë të çakra 7. O Limi. Të çakra 7 ringjallë ose aureola. Ngjyrën e bluzës nuk e dallon dot. Leila. Po ngjyrën e dashurisë e dallon dot? Po zjarr kuq diçka. Çakra par, fill do kemi mundësi ta dallojmë sonte. Ndërkohë për të tjerët nuk po komentoj. Uluni, poziciononi, por nuk na del mbrëmja si jeni bërë shumë të bukur edhe kush e di kur mbaroj me komplimente. Luana. Luana. Albano. Elinara dhe Ester janë veshur si ngjyra e zemrës tënde. Ke zemër të artë dhe borë të bardhë. Oh, faleminderit. Tesoro. Mua për të dyja ju edhe për gjitha gocat aty. Okej. O Big Basa, po ti mo qun, si komunikoni me kafshët, se u shkriva ma atë episodin tënë. Qa i thoi Edhis për kapuqinon? Po i thoja Ylli që po merë të qumshin Edhis, se thash do pim kapuqino tani, thash shumë Si përfundim të pranoj, apo? Po, në base po morëm qumësh mjaftushëm, kështu që mund të bëjmë një kapuqino shumë të mirë. Si i kam kafshët, se i kam e merak të madhë? Shumë mirë, shumë mirë. Apo s'keni pas ko për të... Jo, kemi pas. Kuptova. Shifë shkruaj për ne. Mirë. Tani. Pas keni zhvilluar dhe sfidën e buxhetit. Sa përqind fituat? 76. Për të fituar lemo e nga. Qa fituan? Mirë. Jo keq. 76% jo keq. Megjithatë më lëni t'ju tregoj që e keni deri në të premten, deri në prajmin e ardhshëm që e kemi së bashku, pra për 5 ditë se pastaj do realizojmë një sfidë buxheti nga ato që realizojmë ne nëpër prajme. Ndërkohë tani do ndalemi tek një fermere e cila shumë e bukur duket edhe sonte, me jeshile veshur. Të kam parë Alba gjatë këtyre ditëve që ke qenë pakës e mërzitur. Unë e mërzitur? Jo, shumë mirë kam kaluar. Nuk e qenë fare e mërzitur? Kemi qenë të lumtur. Si keni qenë? Të lumtur, gjithë së bashku. Të lumtur gjithë së bashku. Po mirë, më falni, ato episodet që shohim ne janë të këtij programi apo shohim në program tjetër? Jo, më është ky program. Na gënjena gaj. Janë kështu pak nga efekti i pagjumësisë. Efekti i pagjumësisë. Mirë, gjithsesi unë doja ta nisja për të thënë që dua të çoh mirë, jo vetëm ty, por gjitha vajzat, nuk dua që asnjë vajzë të lëndohet nga dashuria. Se besoj që e kemi thënë, por po e rithemi që është shumë e rëndësishme të duash pikë së pari veten, ta vendosësh veten të parën, ta vlerësosh veten më shumë se sa çdo njeri tjetër në këtë botë e sidomos se ai. Por për këtë temë do flasim më vonë, sepse për momentin dua të kem në Plevic. Prap, tashi. Shumë gjërat pa parashikueshme. Ha. Piqë dalë shvetëse. Mos vim veti 6 të marrim.
No, është shumë keq. Ua, se ti. Alba, Luana, jemi bashk. Mua, edhe për ty. Pse mendon që të kam thritur? direkt e më ka shkuar mendja tek familja. Tek familja, dhe në fakt unë aty do ndalësha, me qenë se ishim tek dashuria, besoj që të gjithë ne e dim që dashuria nuk është vetëm roz, dashuria shumë e rëndësishme është ajo e fëmijëve dhe e prindërve. Dhe nëse ka një gjë që mua më lumturon nga ky program, është që trajtimi i historisë në puntatën e shkuar së bashku me ty, sado që unë ndoshta këmbgula më shumë drejt të vërtetës që ne si produksion dim edhe faktit që doja të të nxirja një gocë të fortë teksa ti ke kaluar një sër sfidash e doja të dëgjoja atë nga ti. Megjithatë, unë jam e rëndësishëm që misioni, jam e lumtur që misioni u përmbush. Kjo është më e rëndësishme, asgjë tjetër. Sepse me njerë pas prajmit të kaluar, familja jote, prindërit e tu, na kanë kontaktuar. A kanë ardhur këtu? Kanë ardhur vetë personalisht këtu, në ferë. A që da hap deri? Por, Alba, kanë dashur të sjellin këtë mesazh, që tani do e shohim bashk. Ua, që Shi pak te monitori aty.